Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në Ligjërim. Emision ky që i dedikohet të gjuhës dhe artit të komunikimit dhe gjitha pasioneve që na bashkojnë në të gjitha artet. Sot me mua vjen një mysafir i veçantë. Ky është Dren Buza, programer dhe shefi operacioneve në Eksportal. Do të flasim për gjuhën e lojrave online. Dren, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë faleminderit për ftesën. Lojrat online, Dren, nuk janë më vetëm një mënyrë për të argëtuar. Lojrat online tani janë bërë edhe pjesë e kulturës sonë, janë bërë pjesë e bashkëpunimit, janë bërë pjesë e garës, janë bërë pjesë ku njerëzit i ndajnë emocionet e veta. Është edhe vendi ku bashkohet virtualja me realen. Me një farë forme është ura që krijon lidhje të reja, njohje të reja. Sa mendoni, Dren, që brezi sotëm komunikon përmes lojrave online? Si është komunikimi në lojrat online në këtë brez? Atëherë, do më thonë kjo pjesa që nuk është movish, pjesa argëtuese, ndodh për neve që kemi luajtur jetën, ka qenë do më thonë gjithmonë ajo vija e errët mes realitetit edhe virtuales, do më thonë ka qenë gjithmonë një vend ku na shkoj me shpreh veten, edhe sidomos ka qenë pikë takimit për secilit prej neve për me mbledh me një pjesë. Jemi gjenerate internet kafeve, sidomos, edhe aty kemi shku, jemi mbledh, kemi domethënë kemi gjetë veten me njerëz që kanë kudo që shkon që bën networking, shkon me njerëz që kanë interesa të njëjta. Ne jemi shku, jemi taku me njerëz që pëlqejnë lojnat e njëjta, për një gamë të shumë të lojnave, edhe kemi shku dhe kemi bo miq të ndryshëm aty fizikisht. Tash që ka ndodhur në ditët e sotit, edhe jo vetëm ditët e sotit, po 15 vjet e fundit ndoshta është që është zhvilluar shumë kjo pjesa e online me u taku me njerëz. Me thonë, më i tregu që thonë dy për shokëve më të ngushtë i kum taku përmes videolojnave, domethënë nuk kemi taku fizikisht, ne jemi taku online, mas ne jemi taku fizikisht. Domethënë është na e gjejmë nashta escape, që thonë, na e gjejmë ikim prej botës reale, prej problemeve tona, që mujë me thonë në botën virtuale, po aty gjejmë vetëm mas mirë edhe ka shumë kësi histori që mundemi me gjetë ma shumë se vetën, mujë me gjetë edhe njerëz tjerë cilët na kuptojnë, edhe mundemi me zhvillu shumë rrjetin tonë, jo vetëm duke luajtur, po edhe duke u shoqënu. A mendon, Dren, që gjuha që flitet aty ndikon edhe në këtë gjuhën që flasim jashtë? Duke qenë që thash jemi gjenerate internet kafeve, internet kafet deri vonë kanë pasat, domethënë, stereotipin, le të them, që janë shpleshta, ndoshta më thonë, pse sa aty shohët, pije cigaria, bota kjo. Është një liri e shprehjes. Liri e shprehjes, goxha pa kufizuar, duke qenë aty. Edhe para më nëse pa kontrolluar është kur je tu komunikon online, për shkak se domethënë je free, je shumë i lirë, edhe don ti çka ndoshta nuk mundesh me shpreh në jetën tonë të përditshme, don me shpreh drejt lojtarëve tjerë online. Domethënë ajo është goxha një problematik. Unë mendoj që pak të ndikon në gjuhën e jetës së përditshme, nëse je njeri që luan ton kohën, domethënë ki orë të shumta që ti e shpreh agresivitetin tonë në lojë, po unë nuk mendoj që domethënë është një vijë e hollë e cila i ndon këto dyja, nuk mendoj që gjithmonë të ndjek edhe në jetën reale. Domethënë nëse je çasi personi nuk ka që ki më konë në lojë çasi personi, domethënë janë të dyjat. Nuk ka që të bën loja më agresive ose jo, po unë besoj që ti e shpreh vetveten e vërtet në momentin që ti e ke atë liri. Dikur është shujt lojrat e djembe, lojnë online. Lojnë edhe vajzat online? Është fushë dominume për djemve, fatkeqësisht. Domethënë, nëse Eksportale pushim, shtyjmë gjithmonë që me pas dhe sa më shumë që i ka me marrë pjesë edhe në për eventet tona që organizojmë, po edhe në për skenën, domethënë, në Kosovë, më thonë që ka shumë që i ka që luajnë, mirë po nuk ka shumë që angazhohen për me shty veten drejt e-sportsit, me shty edhe një shkallë ma ne drejt me lujt profesionalisht, me provu, po muj me cek që
Tash verës, kur e kemi organizu kampionatin evropian me Federatën e e-sportsit të Kosovës, me Feskun, është moj turniri i parë, all women, dhe më thonë, ku kanë marrë pjesë 8 ekipe nga gjithë bota, edhe ka fitu ekipi Francës, dhe më thonë, për herë të parë mojt në botë, këtu në Kosovë, edhe tash na veç jemi në histori që kemi organizu një sen të tillë, edhe po besoj që kjo mundet me qenë inspirim shumë i madh edhe për vajzat që dojnë, po e nin vetën ashta të huj në këtë industri. Varet edhe prej lojnave, sidomos në Kosovë dominon Counter-Strike, edhe në këtë botë në Counter-Strike dominojnë meshqet, po unë besoj që duke shty sa ma shumë, edhe online tash është thyja jo dogma që sa herë hin një vajzë me lujt, me një ekip, do më thonë një 5 veta, jam të komuniku, njët një vajzë, nuk është qash... atë pak mënyra. Po dhe nuk është mu hini edhe një qik me lujt me neve, tash është mirë diçka që ma normale, se ka në aftësive, nuk është, do më thonë, nuk ka që mundet me bazë në dallim të madh, veç për kushtime vinë me qenë më e mu. Gjuha agresive, sa mendon se ti je aty, edhe nga njëherë tash ti jetë edhe vetë, se aty liria është e pa kufizuar. Çka duhet bëhet, diçka që mos me kufizu lirinë e shprehjes, po tjetë kështu në pak me një normë? Pak ma kontrollune. Është problematike. Në gjithdo sport kompetitiv, tash na shohim shembull futbollistat, basketbollistat, ka herë kamera kur i kop kuadri, është që janë të shajt tipikisht ja ushe që gojnë të shajt tamam, është paka shumë është e njëjta sa edhe në lojnat elektronike, po që është cekëm edhe pak ma herët është lojna elektronike nëse si e të lujt profesionalisht, jetë prej shtëpisë ose edhe në internet kafe, i bjen të avolinës bërtet, e shonë lojtarin kundërshtarë, se shonë edhe lojtarin tonë nëse në momente caktuar të ka bo nervoz. Është vështirë me kufizu, për shkak se dhe ki shumë letë me umshef online, me qenë anonim, e ki një knejmin që nashta kërkush nuk ta den, më thonë e ki emrin tonë digital, të mund është një asibote, pëse mas ne shqiptarët e kanë zakon me bëmu shty, ama Facebookin, ama Instagramin, hajde shty, hajde të gjej ku je, më thonë, na e prejmë atë pjesë, më thonë kina qef edhe me komuniku fizikisht, po është vështirë me kufizu, unë vetë kur kom lujtë kompetitiv, në lojna kompetitive, kom pas faza që kom marrë ban, verbal ban është kur s'mund është me folë 2-3 javë më në lojën, se që e po shumë nervöz në disa situata, edhe është shumë vështirë me nalë, nga njerë të vjen ajo vetë naturale dhe është problematike. Sa mendon që hynë aty për shembull këto anglishtizmat, mi quaj zhargonet, nga një herë ka anën pozitive se mësohet edhe një gjuhë aty? Definitivisht, unë jam pe aty në personave vetë që e kom mësu gjuhën angleze prej kompjuterit, duke lujtë prej fëmi, prej shumë i vogël, më thonë, komunikimi me njerëz tjerë, qatë për qatë, në dinamik, në një lojë intenzive, ty të bën gjithçysh për me pas nevojë me mësu anglishtën, për shkak se nëse më rrin në fazat e më të larta të lojës, ku ke evoluar dhe je në një rang shumë të lartë, ka më të ra me të huj me lujt, nuk i me lujt më veç me locals, ose nëse nuk je të lujt me shok të të, edhe të vynë domosdo me komuniku më ta për me fitu lojën. Edhe kjo të detyron një farforme që ty me ma një zhargon të lojës, me mësu gjuhën ma mirë, me komuniku, si mësën ta mund pak të në ato detajet kryesore të komunikimit, edhe po. Dren, është interesant, kështu të lidhesh me gjithë botën. Është për me lujt. Shumë interesant. Ka lojna, do më thonë specifike, ku shama më me përmend, me preferume është World of Warcraft, aty ka bojnë komunitete mbrenda lojës, ku për këtë botës hinë edhe e kanë një komunitet të përbashkët, edhe ka asi në gjarje mbrenda lojës që ndodhin që e respektojnë një person në çfarë do mënyrë, që ka është një dokumentar pak ma që u dal vitin e kaluar në mos gaboj, për një lojtar që ka qenë me të meta, edhe ai është e vetën e ka gjetë tamam brenda lojës World of Warcraft, edhe ka kriju qatë komunitetin e vetë, edhe krejt lojtarë tjerë me në komunitetit, që i ka dhe djem, e ka ndarë shumë atë person, edhe nuk e ka ndi që ai është me të meta, dhe më thonë se edhe ai s'ka dash me e tregu ato, edhe në fund
do më thonë mrena lojës, kur e ka ndru jetë, mrena lojës ata kanë organizu si funerale, si mbledhi, edhe kësi gjana, do më thonë, është ajo stereotipi që lojnat Këtë doja të pysja nuk- Dren. po. Gjithmonë është shku në ky është stereotipi që edhe print edhe gjyshrit se i mbaj mend shumë herët lojrat online që kanë qenë në Kosovë e kam pa veç atë anën e ertë atë nuk do të më shku do të aty rrihet shumë pije duhan më e keq është që është duar trokit është do me thënë është proklamu ajo se ka gjuhë ofenduese agravon situata dhe ti e nxorë një anë tjetër. Po, e kjo varet edhe prej lojës, po edhe që ky stereotipi që lojën atë veç nxitin agresivitet është duk, edhe që nxitin, do më thonë është humbje kohë, është largu, sidomos 50 e fundit, me rritjen e Bad News Eagles, e djemve tonë, do më thonë që kanë më rritë 3 herë në eventet më të mëdha të Counter-Strike-it. Do më thonë, ajo është prindërit edhe, do më thonë, i nxisin tash fëmijët për me lujt, unë e di babe jam e ka përri tutën jetën unë të lujt, por nuk është që në herë më kanë nxit, së më kanal, por nuk është që më kanë nxit me bo diçka ose diçka, kur dollën djemt në skenë, ai vike prej punës, edhe ishim të komunikuar dhe më theke që kanë bo djemë sot, kanë herë unë nuk e disha që kanë lujt atë ditë. Do na e kanë dëgju, ai e ka lexuar në lajm dikon, domethënë çfarë bu e madhen edhe në portale të tjera, domethënë çfarë do me djum imediatik, është bo e madhe se Bad News Eagles janë të shku për para, edhe baba e mu të më vetë që kanë bo djemë sot, kur unë e vetë nuk e desha, do më thonë nuk isha ndini që kanë loja ditë. Edhe kjo, do më thonë, kanë nimu shumë në 3-4 vjetë e fundit, se përsa e përket talentit, në Kosovë ka shumë. Shumë djemë të talentun, edhe vajza besoj që ka shumë të talentun, edhe i shty për me shty sa ma shumë, po ka shumë, do më thonë, brum, që mundet me shpërthy. Kemi shumë djemë të edhe tash janë në skenën e e-sportsit që kanë shpërthy me ekipet më të mëdha të botës në fushën e Counter-Strike-it, edhe janë të na bu krenar. Kështu që këta janë inspirim. Mosha ma e re, Dren. Për shembull, mosha ma e re që vjen aty. Mosha ma e re që don me lujt edhe vjen, zakonisht janë që fillojnë 13-14, tash ka edhe më të vogël, por skenën e kompetitive 16 që është domethënë pak minimumi për shkak se nuk mundesh me lujt profesionalisht derisa ti bën 18 vjet, është kjo tjetra, domethënë ka rregull edhe në fushën e e-sportsit. Domethënë në fushën semi-profesionale është pak më mundesh edhe në 18, po që janë nisin me lujt tash është ulë edhe më shumë, domethënë që i shtyn për me lujt. Domethënë po ka super talenta që të shpërthejnë në skenën në ndërkombëtare, domethënë online me 2-13 vjet që janë domethënë me thonë jargonin e gamingu ta hojnë kryt si dalin. Po këta ma të vjetrit? Ja nisin hupin refleksët. Sa ma shumë të shku, dhe më thonë, ai që i ka 13-14 vjetë që lunë 8 orë, 9 ditë, kështu minimum, me dalë ti që i shku mas punës, dhe në lujt një lojë, qëtë, nuk mundesh me po atë. Do më thonë, Dren, me një farë forme, kjo parë platforme, si ta quj, arrin kontrollohet? Deri dikun. Po, ka një farë kontrolli. Platformat për shembull të Counter-Strike-it që e shtyn e-sportsin si Face City, ka verifikim ID. Do më thonë ti mundesh me hi me verifiku me ID accountin tonë, që është një farë forme regulative që ty nuk t'len me lujt nëse për një kohë gjatë nuk e ke verifiku llogarin tonë. Kështu që është një farë kontrolle që mos me lejon. Për shembull, ja ky kontrolli kur të penalizon dhe të bën pa. Edhe kjo është këto e përjetojmë shpesh. Me thonë që e përjetojmë shpesh si komunitet, për shkak se kemi shumë komente që thonë na me lujt me verbal ban, me më thonë që kanë marrë përjashtim verbal ose përjashtim për pjesës tjetër, dhe më thonë ka shumë kësi, po kjo është besoj që veç për e shpirtit kompetitiv që i kena nasi popull. Dren, andodh pak ndonjëherë hyrja në kuadrin e një loje me prish tani marrëdhënien pak me shokun kur të shihesh. Jo. Apo gjithçka mbetet aty. Gjithçka mbetet aty, më thonë se unë me këtë çështën tonë ngush na jemi gamera që luajm ton kohën çdo ditë, kemi luajtur sa vite dhe nuk ja dajmë. Edhe bomi nervoz me një tjetrin çdo ditë. Më thonë e shprehim, domethënë nuk është që vish bohem edhe e mbajmë, po jo e shprehim. Edhe kanë harxhuar mundet me eskalu, po metet aty. Marrën loja, mas lojës kur takohemi, mundet me u diskutu, më thonë ebe, që ç'a bolën në çet moment, ç'është na i hupe lojën, po mbetet.
medet aty, nuk na prish shoqërinë. Nuk hin në thelbin e shoqërisë. Jo. A mendon që duhet futet në shkolla gjuha digjitale, komunikimi? Gjithsesi, unë mendoj që është diçka shumë e rëndësishme me u fut gjuha digjitale, një për mbrojtje. Unë më thonë që duhet me qenë krejt me ditë, me qenë në rrjedha se çka është të ndodhë në botën digjitale, edhe për me urujt për çka është të ndodhë, po edhe për me ditë se çka është të ndodhë, për shkak se nëse nuk je përfshim botën digjitale, në ditë sot është shumë problematike me njek hapin në çfarëdo lamie, në çfarëdo fushë, nëse se merr lajmin i parë, gjithsesi kemi qenë i fundit nëse pret prej pjesëve tjera, por shumë e rëndësishme unë mendoj që është një hap shumë i mirë, ka kësi workshopa të nkohen që mbahen për gjuhën digjitale, për mbrojtjen digjitale, çkado që ka cyber related, që janë të lidhur me cyber security ose diçka, por mendoj që është diçka shumë e rëndësishme që mundet me i. Për fushën e gamingut, çfarë mundet me kontribu kjo, prapë unë besoj jo çaq shumë, për shkak se gjuha digjitale e gamingut është shumë ekspresive, po është edhe me mësu me eksperiencë, dush me i me qenë në atë botë për me mësu, dush me i mrena, për me ditë se çka është të ndodhë, edhe çdo lojë mas ne ka gjuhën e vet, çdo lojë ka termat e vet, terminologjinë e vet. Po, i ka ato pjesët të tjera të veta që është vështirë. Çfarë lloj lojësh janë? Për shembull, sa lloj lojësh janë? Përveç Counter-Strike. Po, Counter-Strike hin domethënë në hin në first person shooter, që me përkthy kështu bukfalisht i bjen lufta po me pamje të parë, domethënë pamjen e ki direkt në qyshe prej syve. Ki lojna strategjike si Dota 2, League of Legends, edhe këto janë shumë popularizuar në Kosovë. Ki lojna open world, domethënë që e kanë botën e hapur, edhe mundesh ki role playing, që mundesh me lujt me e bën karakterin tonë, edhe mundesh me hi me lujt me kry misione. Ki edhe single player, që janë mundesh me hi me lujt vet, ki edhe multiplayer, domethënë me lujt me njerëz të tjerë. Me komunitet. Mas një qëto zhanre e lidhen, shpëndan e lidhen një nga tjetën, se mundesh me pas një lojë first person shooter që është open world, multiplayer ose single player, dhe mas ne këto e buin një far miksi mrena vetës, ne na të njohur mas shumë të lojna strategjike, edhe first person shooter, domethënë. Dreni, që ka lujt shumë vjetë online, ka mbaru studimet, një djalë i shkëlqyshëm, programer, edhe pjesë të stafi organizativ aty të kryesorët. Keti në plan dren tash për shkak në një periudhë në vija të matholla, po them, që të fusni ndonjë lojë të re, që të keni diçka tjetër, që ta freskoni pak me diçka më interesant. A jeni të shku krah trendit botror? Po, na shkojmë krah trendit botror, çaj është esenca. Qefi edhe jemi personal, gjithmonë është që me pru lojna të ndryshme, me provu, sidomos në për eventet tona, me bu një farë miksi të gjanave, po shumë problem se interesi nuk është në ato. Ti e bon, po interesimi nuk është ja t'il. Së voni, bashkë me Red Bullin, e kemi organizu Red Bull të Trizin, më thonë që në Kosovë fituesi shkon edhe përfaqëson Kosovën në Dubai, që e kevesh ka përfundu, dhe më thonë kjo është ndërkombëtarisht e bome, edhe është bej shumë ma interesant se gjithçka që kemi pa deri sot, se është një turnir kompetitiv për Tetris. Dhe thonë, kështu kur ta menon, thonë, qysh, po këne është diçka shumë interesante, se edhe eventi kryesor që ka me ndodhë në Dubai është fantastik. Për me kështu shkurt, ka me qenë në vend të ekranit me po lojën, ka me qenë drone, show me drona, ku më konë. Ti kemi po lojën njështë të lujt me drona. Më thonë, ajo ku më konë diçka, ka una produksione të fantastike. Na munohëm me anketa e se na kanë interes njerëz tjerë me lujt, po meren shumë i shkullojnave, gjithmonë është Counter-Strike, FIFA, Dota, karo komplet, kemi Rocket League-en, që janë 3 prej lojnave që i kemi çdo event na përcjellën, e kemi pas edhe Valorantin, po sa i përket zhanreve,
komplet ju sillën të njëjtave. Po nëse del diçka që është pak më interesant, edhe rritet në skenën e e-sportit në Kosovë, na jemi të gatshëm normalisht që me shty përpara dhe atë lojë. Dren, mua më vjen shumë mirë që ti je aty dhe grupi i shokëve tu. Dhe pjesa aty ku në organizimet e i kontrollojnë. Gjithmonë loja ka qenë pjesë e jetës. Edhe nuk besoj, pavarësisht se në çfarë forme të zhvillohet ajo, do të jetë gjithmonë pjesë e zhvillimit. Po, nëse kisha dashur për fund, më tregu që javën tjetër me 22 dhe me 23 nëntor, në Sinestar, në X-Portali kemi me organizu Game Festin, edicionin e 5 të kemi si vjet. Do më thonë e kemi me 22 dhe 23 të shtunën edhe të dielën, ku ka shumë aktivitete përveç që janë turniret kryesore si të Counter-Strike-it, të Streamer Showcase edhe të FIFA-s, të EAFC 26. Ku do të organizohet tjetra? Do të organizohet në Sinestar, në Prishtina Mall. Kemi 2 ditë, të shtunë edhe të diel. Gjatë ditës. Gjatë ditës, po. Përveç do më thonë, këtë në lojnave kemi edhe aktivitete të shumta, e kemi komplet atë urën e Sinestarit me aktivitete, kemi game day-va, kemi turnira të vegjël, do më thonë të CS2, të FIFA-s, të Tekkenit, kemi mi pas të Kong, që njerëzit përveç main eventit mujnë në marrë dhe me shprej vetën edhe në eventet të vogla, kemi mi pas edhe game devs, që kanë mi tregu lojnat dhe tyne që i kryojnë edhe kretë, edhe do më thonë, kryojnë një ambient shumë i lezetshëm ato 2 ditë, që i ftojmë gjithmonë dhe me shiju si eksperiencë, edhe pastaj me po lojnat kryesore edhe normalisht ekipet e juja të preferuara. Kualifikimet marrin këtë vikend të CS2-shit, edhe finalet luhen të shtunën dhe të dielën me 22 dhe 23 nëntor. Do të ketë nga jashtë? Do të jetë kështu? Këtë herë jo. Më shprej se me që qenë ka i 5, do të shkoj i 6, i 10, i truti. Ashtu është. Succese. Faleminderit shumë, vëtë mire. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtyre minuta. Lecia ime.